jam Luleshtri dhe mamomilja dhe jam 13 vjeç. Unë jam një nxënëse e shkollës së mesme, por krejt papritur u shndrova në një kujdesare mbrojtëse mjau mjau të tokës. Kur emocionohem, më shfaqen veshët dhe bishti i maces dhe do të jem pjesë e imja derisa të mposhtim alienët. Deri atëherë nuk mund t'i kthehem normalitetit. Por them se kjo nuk ka shumë rëndësi. Unë kam gjetur shoqe që luftojnë për krah meje. Shkojnë vajza, për të ardhmen e tokës ne do të bëjmë gjithçka. Nuk bëhet fjalë fare. Është e pamundur, këtë e di edhe ti. Nuk do të rezistoj. Unë nuk mundem. Nuk do t'ja dal kur. Prit, çfarë ndodhi? Nuk mund të fluturoj. Nuk jam ende gati. Jo. Një zog fluturon nga foleja mjau mjau. Mirëmëngjes, zotëri. Mirë se erdhët në kafenen mjau mjau. Duhet të dini se specialiteti i ditës është tortë me fruta dhe me ajk qumshi, që sa vjen edhe shërbehet më shumë. Doni një tavolinë për 2 persona? Nuk ka problem nëse më diqni mua, ua tregoj unë rrugën. Zotërin, shfaqja e padit po fillon. Sot do të ekzekutojmë mbi top një numër ekuilibri. Çfarë risie? Mos ndoshta ti ngatrohesh me numrat që bën kaj. Në të rritët? Numrat e mia të një niveli të lartë që kërkojnë një ekuilibër krejt ndryshe nga ai përhershëm. Është një nga ata numra që luhet nga familja ime prej brezës të tërë. Shikoni topin mbi shtëpi. Edhe kjo na qen ka akrobaci? Të mbash tërë këtë mal plastik mbi shtëpi nuk është peshe lehtë. Si thua, do ta provosh edhe ti këtë ta shikoj. Ja, keni tortë me ajk qumshi. Komplimentet e mia, Lori, nuk e dija që ishe kaq e aftë. Hey, do të më vjedhësh skenën. Shiko se duhet jem unë në qendër të vëmendjes, jo ti. Unë jam artistja. Vajza kanë paguar faturën për 2 tortat dhe kanë lënë bakshish për shfaqjen që keni ofruar. Sa? 20 yen. Çfarë? Jo, në fakt të 10. Faleminderit dhe mirupafshim. Jam kaq e lodhur, e raskapitur. Je e njëjta, gjithmonë e thua këtë kur mbyllim kafenen. Unë mund të përsëris gjithmonë të njëjtën gjë, por ama punoj pa pushim dhe nuk ndaloj kurrë, në ndryshim nga ty që je vetëm me zonja për fjalë. Duhet të ta rikujtoj se edhe sot erdhe me vonesë? Nuk është faji im që në mëngjes nuk më del gjumi. Kështu jam gatuar, unë nuk kam se çfarë të bëj. Dhe gjithmonë ti përpiqesh duke më ngarkuar me punë maksimum, kështu që mjaft ma. Ta mbyllim këtë temë. Të më falësh shumë. Je gjithmonë po e njëjta. Duhet të t'i them gjërat 1000 herë. Mjaft kërkove falje. Unë njoh detyrat e mia. E thua me të vërtet? Je e vetëdijshme se cilat janë detyrat e tua këtu? Po, unë duhet të marr urdhra dhe të shërbej tavolinave. Sa doja të ta dëgjoja, e dija që do të përgjigjesh kështu. Mos harro se misioni ynë i vërtet është të luftojmë në mbrojtje të tokës. Kur të ketë një emergjencë, ne duhet të jemi gati për të bërë një ndërhyrje. Më qartë jemi si shpëtimtarët e një qyteti që hidhen në sulm pas sinjalit. Kjo do të thotë se puna jonë si kamariere është vetëm një mbulesë për misionin ton sekret. Dhe çdo mëngjes e para që duhet të vi këtu në kafene për të kontrolluar
kontrolluar nëse gjërat janë në kontroll jam unë. Ndërsa ti gjithmonë vjen me vonesë dhe vrapon nga një tavolinë në tjetrën. Tani më thuaj, sipas teje, cila nga ne të dyja e bën punën e saj me kujdes, përgjegjësi dhe profesionalizëm? Je personi më mendjemate arrogant që kam Je njohur. aftë të përgjigjesh vetëm me ofendime, nuk di asgjë Madje tjetër. vetëm të qortosh. Shka e bëj shumë mirë, Po po pastaj pastaj më pëlqejnë fare qortime. kujdes kur flet, sepse nëse i natosem do të përfundosh në një mal me telashe. Mendon se po më frikson? Shiko se po dridhem nga frika. Ja, ju të dyja. Nuk është momenti për grindje tani. Pse ka ndodhur ndonjë gjë? Ka diçka që duhet të shikoni. Më ndiqni në bodrum. Por çfarë është? Nuk lëviz fare. Çfarë ka ndodhur? Këtë mëngjes e gjeta në park dhe e solla këtu. Ka lënduar krahun dhe nuk fluturon dot. Oh, jo, i shkreti. Dhe tani shikoni me vëmendje. U shërua plotësisht. Si është e mundur? Ajo që përdori Kylie është lëng i marrë nga uji mjau. Uj, mjau, the? Po, e sakt. Është uji kristalizuar në një grad pastërtie absolute. Ka aftësi shëruese dhe siç e pat, plaga e mikut ton të sëmur u shërua në pak sekonda. Sa e çuditshme, nuk kam dëgjuar kur të flitet për to. E po mos u çudit kaq shumë, edhe ne kemi pak që e kemi zbuluar. Ashtu? Lori, Po, më thuaj. a e mban mend atë ditë kur shkuam në det, që u hodhe në ujë dhe trupi ju të transformua? Paka shumë, më kujtohet turbut, sikur të isha në ëndër. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Nuk më kujtohet me detaje, por di që ishte një transformim i shpejt. E po ishte gjithçka fal ujit mjau që u shndrove në një siren. Nga kurioziteti se pse ndodhi, unë edhe Kylie filluam kërkimet në vendin ku u hodh Lori. Dhe kemi gjetur bulza të shëndritshme që kanë përbërësin e ujit mjau, që janë vetëm disa pika të vogla nga kristali që i kanë nxjerrë në pak. Kështu që gjetja e tyre janë prova më e rëndësishme e ujit të kristalit mjaut që ekziston vërtet edhe pse nuk e dim se ku ndodhet. Është një kristal me aftësi të jashtëzakonshme që mund të hapet në mënyrë mahnitëse në të gjithë vendin. Kështu që vajza, misioni ynë i ri është ta kërkojmë dhe të gjejmë vendodhjen e tij. Paçi fat. Ja ku arritëm. Mirë, tani mund të shkosh. Hë? Çfarë ke? Shko pra, miqtë e tu duhet jenë duke të pritur. Jepi pra, shko tek ata. Lule shtrydhe? Po, qenë ke pikërisht. Çfarë surprize, nuk të dëgjova Po, tek çfarë po sa bëje aty? Asgjë, isha vetëm duke shikuar patëm, vetëm kaq, vetëm kaq. Me qëra fjala, do doja të pyesja për diçka. Dua mendimin tënd. A? Një ujë kurues? Nuk e dëgjuar kur për të? Të më falësh, por jo. Nuk ka problem. Por mendoje pak, nuk do të ishte fantastike sikur të ekzistonte vërtet? Do të mund të zgjidhnin problemet e ndotjeve të mjedisit në shumë pak kohë. Po, Po, disa studiues dhe kërkues kanë thënë se duhen 10.000 vjet për të kuruar vendin, për ta rikthyer atë në kushtet e para 100 viteve. vërtet? Të presësh një mrekulli dhe të vajtosh sepse nuk ndodhi është vetëm një humbje kohe. Nuk është kjo zgjidhja që kërkojmë. Por nga ana tjetër, nëse të gjithë ne angazhohemi në mënyrë konkrete, do të mundeshim vërtet të përmirësonim vendin ku jetojmë. Sepse nga zemërimi që nuk i kemi bërë këto, do të përfundojmë gjithmonë duke u ankuar pse s'bëm gjë. Më fal, Mark, çfarë po mban ashtu në dorë? Kjo është thjesht një qese. Isha duke pastruar parkun bashkë me një grup Dua vullnetar. të vi edhe unë me ju. Ti ke të drejtë, ne duhet të bëjmë patjetër diçka. Do të bëjmë hapa të vegjël që të çojnë në hapa më të mëdhenj. Mirë e the, kështu më pëlqen. Je me vones, Lule shtrydhe. Duhet të shkoje në park dhe të ktheheshe me një herë. Pse u vonove kaq shumë? Më doli një herë pa pritur dhe u vonova më shumë nga studi. Pa dyshim, ky është parfumi që përdor Marku. Çfarë po thua? Po si nuk të vjen turp? Gjithë diskutimin që bëm në mëngjes nuk të ka shërbyer për asgjë? Shkon merresh me një gjë dhe më pas me një tjetër. Nuk është nevoja ta zmadhosh kaq shumë, unë vetëm se Çfarë është? Çfarë justifikimi do të nxjerrësh tani? çfarë po ndodh? Thot gjëra absurde. Absurde jam unë. Thuaj pam, thuaj që është e papërgjegjshme që gjithmonë. Mbylleni. Qetësohu. Prit, ku po shkon? Të lutem, ktheu këtu. Bluja e thellë thot se i ka thosur durimi dhe nuk do të pres më shumë. Na ka urdhëruar të heqim qafe një herë mirë skuadrën mjau mjau. Po deri më tani çfarë kemi bërë? I kemi përdorur të gjitha mënyrat për t'i eliminuar. Gish, çfarë është ajo që ti ke në dorë? E ke fjalën për këtë?
E kam gjetur në fund të oqeanit, me siguri që nuk ju kam folur për të. Ka aftësinë për të fuqizuar qenjet njerëzore. Është ujë mjau. Përgjigjja është e saktë. Dhe çfarë është ajo? Përse nuk shkove me njëherë të informosh Blun e thellë? Forca tani për diçka kaq të vogël, nuk ja vlen të marrësh mundimin. Pastaj dua t'ju them një sekret, nuk gëzohem për çmimin e saj. Nëse gjithçka shkon siç e kam parashikuar, Bluja e thellë do të më jap meritat që dua. Jam kurioze të di nëse Mina do të vi sot këtu. Kam një ide. Po sikur të provojmë të shkojmë ne tek ajo dhe të flasim. Le të shoqëroj Padi. Unë nuk dua të vi. Oh, Për më tepër nëse unë vi, me siguri që do të nevrikoset sërish. kështu mendon? Është një pako për ju. Erda, më prit, po vi me një herë. Lori, fute nga hyrja e pasme, nuk mund ta përdor hyrjen kryesore. Hey, është nga Mina. Nga Mina? Çfarë të ketë brenda? E di unë se çfarë. Duke mos patur kur ajo të më kërkoj falje personalisht, ka menduar që ti zgjidh gjëra duke më dërguar një dhuratë. Po pastaj shplot me ëmbëlsira. Ëmbëlsira! Ura! Ëmbëlsira, ëmbëlsira, ëmbëlsira! Oh, po kjo është uniforma e saj. Oh, jo. Mos më thuaj se Mina ka vendosur të brakti skuadrën. Lule shtrydhe, po tani ç'të bën? Si do t'ja bëjmë tani? Ke kuptoj. Përse sillet në këtë mënyrë? Nuk ka as kur ajo të vi këtu dhe të ma thot në fytyrë. Mjaft, nuk dua ta shoh më dhe as ta dëgjoj më. Ja, mos fol kështu. Përse? Sepse përveç teje ne nuk kemi asnjë shpresë tjetër që ajo të kthehet përsëri tek ne. Dhe unë nuk dua që Mina të na braktis për gjithmonë. Për ndryshe kush do të qesh me batutat e mia kur të mos jetë më ajo? Vetëm për veten tënde mendon. Padi ka të drejtë, nuk duhet të lejojmë që Mina të shkojë. Nuk e kuptuar asgjë. Unë po luaja rolin, po bëja shaka, nuk e kisha me të vërtet. Nuk po flisje seriozisht, më fal. Si po e thon? Keq, si mos më keq. Dëgjoj, pse nuk bën një pushim? E bëj unë në vendin tënd. Jo, më duhet ta bëj vet. Je pak i lodhur. Armiqt kanë zbuluar transformimin e Lorit dhe ka vetëm pak kohë. Dhe nëse nuk kemi informacionin e duhur në kohën tonë, do ta gjejmë në dorën e atyre alienëve. Nuk duhet të lejojmë që kjo gjë të ndodhi. Po, e vërtet, të kuptoj. Po shkoj të përgatis një simit e mirë? Që mallkuar, deri ku do t'i fusni hundët? Eja brenda, pami, çfarë ka? Nëse nuk është momenti i përshtatshëm, vi më vonë. Jo, më thuaj, çfarë ka? Duhet të flasim. Bëhet fjalë për Minën. Nëse Mina dhe Lule Shtrydhe janë zënë, nuk është asgjë e re. Këtë herë është ndryshe. Ajo është një vajzë kokëforte dhe që e kupton më shumë rëndësinë e misionit tonë, por tani Mina mund të mos kthehet më kurrë. Dhe unë çfarë duhet të bëj? Nuk duhet të më pyesësh mua. Për të qenë e sinqert, Raja nuk dua të ndërhyj në vendimet e tua dhe të Kajlit. Por nëse nuk ndërhyni, skuadra rrezikon të shpërbëhet. Në rregull, e kuptova. Pami, më dëgjoj mirë. Dua që të bësh gjithçka që mundesh për të bërë Minën të ndryshoj mendje. Ky është një urdhër. Në rregull. Më thuaj diçka. Ti je në moshën e dur për të shkuar në shkollë të lartë? Nuk e di se një femër nuk pyetet kur për moshën. Le të bëhemi gati. Nuk bëjmë keq nëse bëjmë një përpjekje. Nuk e kuptove. Do të shkojmë në shtëpinë e Minës. Faleminderit. Çfarë ndodhi? E martë e mira. Ej, Kajl, më thuaj çfarë po ndodh? Sa po ka rënë një tërmet i fuqishëm. Ai e ka epiqendrën në qytet. Si? A je i sigurt? Ronditja ka filluar nga një tunel i nënteshëm. Nuk bëhet fjalë për një tërmet si të tjerët. Mund ta kem provuar dhe sigur ta dija, alienët. Përgatitur. Çfarë ka? Tërmeti që dëgjua të shkaktua nga një shpërthim i nëndeshëm i shkaktuar nga alienët. Por Pami dhe Mina nuk janë këtu me ne. Nuk mund të presim, alienët duan të marrin ujin mjau. Nëse e përdorim për qëllimet e tyre, bota do të shkatrohet. Nxitoni, skuadra mjau mjau, është radha juaj. Miau Padi! Miau Lori! Miau Shtrydhe! Transformimi!
Për sa kohë do vazhdosh kështu? Tashmë e kam vendosur, nuk do të kthehem më pas. Përse jo? Edhe po të jem dhe po të mos jem, nuk ka asnjë kuptim. Çfarë nuk ka kuptim? Të luftosh me alienet. Nuk ka kuptim të luftosh? Do të humbasim, jam mos e Të sigurt. humbasim, thua. E nga e diti këtë? Është absurde të mendosh se 5 vajza mund të mbrojnë tokën. Nuk dua të jetoj një aventurë të paracaktuar për të dështuar. Pra nuk të intereson që alienët do marrin planetin ton. Nuk është një problem i imi. Edhe se krijesa do të eliminohen. Jo, nuk më intereson. A, jo? Tani pra, duhet të filloj me njëherë. Ja dola. Më në fund e gjetëm. Oh, si shkëlqen. Me thjesht nga sa e parashikova. A prit pak. Çfarë pe? Por sa ta shkatrojmë këtë? Ndaloni aty ku jeni. Nuk ishit asnjë arsye për ta bërë këtë shpërtim në toksol. Mire pe. Angjit mbrojtës dhe kujdestar të tokës, gati tani! Tani më jep një ujin kristal. Po sigurisht. Po çfarë thua? U të shmende? Nuk më duket argëtuese të ta tregoj se si duket ai. Preferoj t'ja bashkangjis për bindshit personal. Përsjerje! Largohu që këte. Nuk të kuptoj, përse e bën kështu? Miki, jo, mos e bëj, ai nuk ka të bëj fare me këtë histori. Miki, shpëton mbetja! Ai është qeni im dhe nuk do të lejoj askënd që t'i bëj keq. Askënd, madje as ty pam. Askënd! Është një nga arsyet për të cilën duhet të luftosh. E di, kur vepron pa menduar, nuk je shumë ndryshe nga luleshtrydhja. Ndryshimi midis ju të dyjave kuptohet. Ti je aftë të analizosh situatën, ndërsa ajo merr veprime të nxituara. Kape! Pam, unë nuk e di nëse... Shiko! Shikoni, është Mina! Mina, çfarë të ka ndodhur? Ke të drejtë, kjo është detyra ime. Transformimi një Minës! Zemra e Minës! Arku i veprimtarisë! Asgjë, nuk funksionoi. Më dëgjoni mirë, vajza. Duhet i godisni pas shpinës. Në rregull. Unë mund ta bëj, unë mund ta bëj, unë mund ta bëj. Po çfarë është? Jo, Mina! Arku i veprimtarisë! Rezet e dritës! Rezatimi maksimal! Mjau shtrydhe, të shpëtoj unë! A thua të jenë këto fuqit e jashtëzakonshme të kristalit? Jo, nuk kemi gjetur të duhurin. Çfarë? Në përbërjen e tij kishte vetëm një pjesë të vogël nga fuqia e ujit të vërtet prej kristali. Po dhe ti e dije, përse nuk na e the më parë? E po u kujtova vonë. Të përdorësh kristalin e vërtet nuk do të jetë një punë e thjeshtë. Oh, sa keq, vajza, jam lagur e tëra.
Mia u shtrydhe. Po, çfarë ka? Shiko, unë doja të kërkoja. Të vinë në shtëpinë tënde bashkë me vajzat? Po, e gjete. Unë jam e mirë dhe e duruar, por gjithçka e ka një kufi. Ka mund të mjaft e butë. Çfarë materiali Po, është? është më ndaf, shoqja jona trajton Më dëgjuat po apo jo? Sigurisht, por më shuaj pa kuriozitetin. Kjo është dhoma jote? Sigurisht që kjo është dhoma ime. Këtu janë të gjitha gjërat e mia, nuk e Jam e duket? lumtur edhe di pse. Jo, nuk e di. Sepse je rikthyer Mina që ke qenë gjithmonë. Ej, çfarë do të bësh? Do të më rëzosh? Më lësho. E mirë, pra mos bëj kështu, vetëm të shprehin dashurinë. Ej, çfarë bëni kështu? Jo, Padi, të lumt Padi. Mjaft. Po, u tregove i Zotit. Kampionja Është e rrezikshme. Veprove me profesionalizëm, Miki. Kur grindeni, gjëja më e mirë që mund të bëjmë është të luajmë me jastëk, derisa puplat të fluturojnë në ajër. Luajmë dhe argëtohemi derisa të mos kemi më fuqi. Edhe më pas, si me magji, ndihemi të lumtura sikur fluturojmë në ajër. Dhe grindjet tona, njësoj si këto pupla, do të ikin bashkë me erë.